Prokuroria e posaçme ka publikuar të dhënat e fundit në lidhje me krime zgjedhore, ku bën me dije se janë 156 materiale të administruara, prej të cilave 39 kanë kaluar në fazën e hetimit, pra regjistruar si procedime penale. Prej tyre, 25 janë vendime për mos fillim të hetimit penal, 24 materiale kallëzuese dërguar për kompetencën e prokurorisë të rrethave gjyqësore, 17 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë, një material është bashkuar me një çështje tjetër ekzistuese, pjesa mbetur është në proces verifikimi, bën me dije SPAK. Nga 39 procedime penale të regjistruara, 20 janë incizuar mbi bazën e referimeve nga policia e shtetit, një është referuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, 8 janë nisur kryesisht nga SPAK, 3 kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetet të ndryshëm, 3 janë referuar nga prokuroria e rrethave gjyqësore dhe 3 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike. Prokuroria e posaçme bën me dije penale të lidhura me krime zgjedhore, 33 procedime janë regjistruar për vend penale të nenit, 328 korrupsionit aktiv në zgjedhje, 4 procedime janë regjistruar për 2 nenet, respektivisht sipas nenit 328 me nenin 328 fraksion B, korrupsion aktiv apo pasiv në zgjedhje. Një procedim është regjistruar sipas nenit 328 fraksion A, përdorimi i funksionit publik për qëllime politike, ndërkohë një procedim është regjistruar për nenin 328 fraksion A, përdorimi i funksionit publik për qëllime politike dhe nenin 248 shpërdorim detyrës, thuaj njoftim.